Kafe esëll, çfarë shkakton për zemrën, tensionin dhe stomakun? Mjeku jep lajmin e papritur. Kafeja është një nga pijet më të njohura në të gjithë globin me një numër të madh të përfitimeve shëndetësore. Fal niveleve të larta të antioksidantëve dhe lëndëve ushqyese të dobishme, gjithashtu duket se është mjaft e shëndetshme për organizmin. Studimet kanë treguar se personat që konsumojnë kafe rrezikohen më pak nga sëmundjet e rënda. Kafeja është një nga pijet më të mira për shëndetin, trurin, lëkurën dhe trupin. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Këto janë arsyet kryesore pse duhet të pini të paktën një filxhan kafe në ditë. Ajo është e pasur me antioksidantë, sipas një studimi të kryer në vitin 2005 nga Universiteti Scranton në SBA, kafeja lufton plaken. Aroma e kafes ka aftësinë që t'i bëjë njerëzit të ndjehen më pak të stresuar. Një kërkim i Universitetit Kombëtar të Seulit ka shkuar edhe më tej, duke shqyrtuar trurin e minjve në stres për shkak të mungesës së gjumit. Sipas tyre, aroma e përfshirë nga kafeja mund të ndikonte në ndryshimin e proteinës që shkakton edhe këtë stres. Kafeja mund të lehtësojë gjithashtu edhe problemet dhe simptomat që shkakton kryesisht edhe depresioni dhe sëmundja e Parkinsonit. Për të mbështetur këtë, ekziston një studim i Dr. Ronald Postuma, i cili në vitin 2012 tregoi se pija ndihmonte për të kontrolluar lëvizjen e atyre që vuanin nga sëmundjet. Kafeja është e mirë për shëndetin e mëlçisë, veçanërisht nëse pini alkool. Në këtë rast, provoni edhe të vi. Konsumi i kafes rreth 125 ml në ditë është më se e mjaftueshme për të marrë përfitimet e saj. Shtimi i kafes mund të sjellë shumë përfitime në dobi të vlerave të shëndetit, ndaj duhet ta konsumoni atë si një përzgjedhje mjaft efikase. Kafeja pakson riskun e prekjes nga sëmundjet nervore dhe ato të kujtesës. Sipas një studimi të bërë te njerëzit të cilët konsumojnë kafe rregullisht, kishin më pak gjasa për të prekur nga sëmundjet nervore ose nga një kujtesë më e dobët se sa ata që nuk e konsumonin kafen. Kjo për shkak të elementeve të saj ushqyes, të cilët mund të jenë edhe ndryshimi në membranën neurone të trupit. Shtimi i kafes në menunën tuaj ditore do të përkthehet si një mburojë shumë e mirë edhe në shmangjen e plakjes së parakohshme. Oksidimi përshpejton kështu edhe plaken dhe përkeqëson nivelin qelizor. Konsumi i kafes ngadalëson procesin e oksidimit dhe nga ana tjetër edhe elementët që gjenden te kafeja, si për shembull kafeina. Në këtë mënyrë bie poshtë miti se kafeja të bën të dukesh më i vjetër, gjithashtu edhe më i dobët. Kafeja mund të qetësojë gjithashtu situatat tuaja të dhimbjes, citon edhe Healthline. Sipas ekspertëve, shtimi i kafes në dietën tuaj ditore mund të përkthehet gjithashtu edhe në një përzgjedhje të mirë për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Për sa kohë kafen e konsumoni brenda normës së lejuar, përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë fantastike edhe në qetësimin e këtyre komplikacioneve. Kafeja përmirëson nivelin tuaj të energjisë dhe ju bën që të jeni edhe më të zgjuar. Kafeina bllokon një neurotransmetues frenues të trurit tuaj, çka shkakton edhe efektet e saj stimuluese. Kjo do të përmirësojë dukshëm edhe nivelin e energjisë, gjendje shpirtërore dhe aspektet tuaja të ndryshme të funksioneve tuaja të trurit. Kafeja mund t'ju ndihmojë gjithashtu edhe në lehtësimin e problemeve tuaja të shëndetit, duke u bërë që të keni dëgjim më të fortë dhe mbrojtje më të mirë kundër komplikacioneve të tilla. Shtimi i kafes në vaktet tuaja ditore do të jetë një mburojë shumë e mirë. Shtimi i kafes në dietën tuaj mund të rrisë djegjen e djamit dhe gjithashtu ritmin tuaj ta nxjisë edhe metabolizmin. Kafeja mund të përmirësojë performancën tuaj fizike. Kafeja mund të rrisë nivelin tuaj të adrenalinës dhe të çlirojë acidet yndyrore nga indet tuaja yndyrore. Kjo gjithashtu do të lidhet me një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe më pak komplikacione të tij. Shtimi i kafes në përditshmërinë e dietave tuaja do të cilësohet sipas ekspertëve si një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Kafeja është një nga pijet më të mira të cilët
këshillohet ta konsumoni në vazhdimsi të dietave tuaja. Rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike, rigjeneruese dhe lehtësuese kundër një sër problemesh të trupit dhe të organizmit tuaj. Kafeja do ju furnizojë gjithashtu edhe me lëndë thelbësore ushqyese, duke mbajtur larg komplikacionet e organizmit dhe duke dhënë gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj. Shtimi i kafes në dietën tuaj mund të ofrojë edhe riboflavin, acid pantotenik, gjithashtu edhe mangan, kalium e të tjera. Duke nxitur të keni një organizëm më të fortë, një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe më pak komplikacione të tij. Ekspertët thonë se shtimi i kafes në dietat tuaja ditore mund të jetë gjithashtu një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese për nxitjen e një shëndeti më të mirë të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Kafeja është një nga pijet më të mira edhe në uljen e riskut të problemeve të diabetit të tipit 2. Sipas Healthline, njerëzit të cilët tregojnë se konsumojnë kafe vazhdimisht në dietën e tyre kanë më pak gjasa që të preken nga këto komplikacione. Shtimi i kafes në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj konsumojeni kafe në të mirë të shëndetit dhe gjithashtu mund të keni edhe një mbrojtje më të mirë të organizmit. Kafeja mund të zvogëlojë gjithashtu problemet e Alzheimerit, të nxjisë të keni një organizëm më të fortë, një shëndet më të mirë dhe të evitoni komplikacionet e trupit. Personat që pinë kafe kanë një risk më të ulët të preken nga shqetësimet e Alzheimerit. Gjithashtu ekspertët citojnë se shtimi i kafes në vaktet tuaja ditore do të jetë një mburojë shumë e mirë e trupit në betejën kundër problemeve të tilla dhe në lehtësim më të mirë të shëndetit tuaj. Ndaj, nëse doni të përfitoni më shumë nga kjo pije, shtojeni atë në të mirë të shëndetit dhe rezultatet që do të merrni do të jenë gjithashtu mbreslëndse edhe në mbrojtjen e organizmit tuaj. Ekspertët thonë se kafeja është e mirë edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj të mëlçisë. Personat që pinë kafe janë në një risk më të ulët që të preken gjithashtu nga ciroza e mëlçisë. Do të kenë një mbrojtje më të mirë të organizmit të tyre dhe më pak komplikacione të shëndetit të mëlçisë. Kafeja mund të ulë riskun që të vuani gjithashtu edhe nga problemet e radikaleve të lira. Kur trupi juaj preket nga këto shqetësime, shtimi i kafes në vaktet tuaja ditore do të jetë një nga përzgjedhjet më të mira për të nxitur një organizëm më të shëndetshëm dhe për të evituar gjithashtu edhe komplikacionet e saj. Kafeja mund të jetë gjithashtu një nga pijet më të mira për organizmin tuaj, duke mbajtur larg edhe problemet e goditjeve në tru, duke nxitur kështu një shëndet më të mirë. Kafeja mund të shkaktojë një rritje të butë të presionit tuaj të gjakut, e cila zakonisht mund të zvogëlohet edhe me kalimin e kohës. Pirështjet e kafes kanë një risk më të ulët që të vuajnë nga këto komplikacione edhe të nxisin gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit, duke ofruar gjithashtu një nxitje të organizmit dhe lehtësim të komplikacioneve të tij. Shtimi i kafes në dietat tuaja ditore do ju ndihmojë që të jetoni më gjatë dhe më shëndetshëm. Disa njerëz tregojnë se konsumi i kafes në mënyrë të rregullt në dietat tuaja ditore do të jetë një mënyrë shumë e mirë për të nxitur një organizëm të fortë të shëndetshëm dhe për të evituar kështu komplikacionet e tij. Ndaj, nëse doni të merrni këto përfitime, kafeja mund të cilësohet sipas ekspertëve të Healthline një nga përzgjedhjet më të mira për shëndetin tuaj. Ndaj, përdoreni atë me kujdes në përditshmërinë e dietave tuaja dhe rezultatet që do të merrni në këto situata do të bëjnë ndryshime paraprake të shëndetit dhe do të lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Kafeja është një burim i mirë i antioksidantëve në dietën perëndimore. Kafeja është e mbushur me antioksidant të fuqishëm dhe shumë njerëz e konsumojnë atë për të marrë nivelet e duhura të këtyre antioksidantëve në dietën e përditshme. Prandaj, shtimi i kafes në përditshmërinë e dietave tuaja mund të cilësohet sipas ekspertëve të Healthline si një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në shëndetin e përgjithshëm. Sigurohuni që kafen që konsumoni ta keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja.
dhe kështu përfitimet që do të merrni do të jenë mjaft të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore dhe jo vetëm. Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.